Jemi me lajmin e fundit, Parlamenti ka ndërprerë seancën plenare dhe punimet e saj. Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me kolegun Osman Stafa, i cili do të na njohë me detajet. Osman, përshëndetje. Klevi, përshëndetje, atëherë është ndërprerë seanca në Kuvendin e Shqipërisë pas një sër debatesh mes opozitës dhe majorancës. Shkak i ndërprerjes u bë një debat mes Taulant Ballës dhe Flamur Nokës. Në fakt ishte deputeti demokrata i cili u drejtua kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste me fjalët ignorant dhe pas këtij momenti Balla kërkoi ndërprerjen me njëhershme të seancës dhe përjashtimin e Flamur Nokës nga seanca. Në fakt pas këtij momenti ishte kreu i Kuvendit Niko Peleshi i cili kërkoi 10 minuta pushim dhe tashmë jemi në fazën kur palët do duhet të vendosin pasi Taulant Balla tha se nuk do të ketë seancë nëse Flamur Noka nuk largohet nga seanca pas fjalëve që deputeti i Partisë Demokratike, njëherëzi sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, drejtoi në drejtim të kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërkohë palët ishin duke debatuar sa i takon avokatit të popullit. Menjëherë me nisjen e seancës ishin deputetët demokratë të cilët nëpërmjet procedurës parlamentare i kërkuan kreut të kuvendit që të kishte një lloj tjetër mënyre menaxhimi sa i takon zgjedhjes avokatit të popullit, duke qenë se deputetët demokratë pretendojnë se i kanë tërhequr firmat e tyre për të gjithë kandidatët për avokat të popullit, por që nga ana tjetër Partia Socialiste ka ecur me 6 emra, mes tyre edhe Endri Shabani, për cilin Partia Demokratike deklaron se është kandidat i Partisë Socialiste dhe i kryeministrit Edi Rama. Është kjo molla e sherrit e cila prej ditësh tashmë është duke mbajtur debatin parlamentar si në komisionet parlamentare, pra në komisionin e ligjeve, sikundër kishte edhe dita e djeshme, por edhe ditën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë, ku demokratët deklarojnë se tërheqin firmat e tyre për të gjithë kandidatët e propozuar, ndërkohë nga ana tjetër kërkojnë që të kenë kandidatët e tyre që të shkojnë në votim. Faleminderit shumë për gjitha informacionet që ndave me ne do të kemi komunikime të tjera në vijim për zhvillimet më të fundit, ndërkohë do të shkojmë paralelisht sërish në mbledhjen e KLP-s, pasi është kandidatja Doloreza Musabelliu, kandidatja për të marrë drejtimin e SPAK, e cila do të bëjë prezantimin e platformës saj. Ndjekim së bashku. Një eksperiencë 21 vjeçare në hetimin e çështjeve më të ndërlikuara të krimit organizuar dhe të korrupsionit, si dhe të përkushtimit të pandërprerë ndaj zbatimit të ligjit. Gjatë gjithë karrierës sime, kam qenë e bindur se funksionimi i shtetit të së drejtës mbështetet në pavarësinë, profesionalizmin, integritetin e institucioneve të drejtësisë dhe se prokuroria e posaçme përfaqëson një hallkë thelbësore në këtë sistem drejtësie. Motivimi im për të kandiduar buron nga dëshira dhe ndjenja e përgjegjësisë për të kontribuar me integritet, vizion dhe vendosmëri në drejtimin e prokurorisë së posaçme. Jam e bindur se përvoja profesionale dhe njerëzore e akumuluar përgjatë 2 dekadave, së bashku me kurajon, përkushtimin dhe etikën e punës, përbëjnë garanci për drejtimin e suksesshëm të institucionit. Në fakt, në këtë fazë të zhvillimit të prokurorisë posaçme, mendoj që institucioni hyn në një periudhë konsolidimi, ku roli i prokurorisë posaçme mbetet thelbësor dhe i padiskutueshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky moment në fakt kërkon një drejtim që bashkon qartësinë e vizionit, forcën e vendosmërisë dhe integritetin e pakompromis. Me këtë kandidim, synoj të ofroj një drejtim të pavarur, të vendosur dhe të orientuar drejt rezultateve konkrete që pasqyrojnë parimet më të larta të shtetit të së drejtës dhe forcojnë më tej rolin dhe besueshmërinë e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në mënyrë të përmbledhur për karrierën time profesionale, kam përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2002 me rezultate të shkëlqyera dhe menjëherë më pas kam fituar konkursin në Shkollën e Magjistraturës profili prokuror. Pas përfundimit të shkollës së magjistraturës, jam emëruar prokuror në stazh në ish prokurorin për krime të rënda në tetor të vitit 2004. Një vit më pas, në tetor të vitit 2005, jam emëruar definitivisht pranë prokurorisë për krime të rënda. Nga viti 2004 dhe aktualisht, kam ushtruar pa ndërprerje funksionin e prokurorit për 15 vite, pra nga 2004 deri në 2019, prokurore në prokurorin për krime të rënda dhe deri në dhjetor të 2019-s, kur prokuroria për krime të rënda u suprimua dhe mandej u bëra pjesë e prokurorisë së posaçme. Në fakt,
Kam qenë pjesë e këtyre dy strukturave shumë të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë, si ish krimet e rënda, ashtu edhe prokuroria e posaçme. Pra, veprimtaria ime si prokuror ka qenë e fokusuar vetëm në këto dy institucione. Të dyja këto prokurori kanë përfaqësuar momente të rëndësishme në forcimin e shtetit të së drejtës dhe në intensifikimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sidomos në radhët e zyrtarëve të lartë. Mund të them që karriera ime ka filluar qysh në vitin 2004 në prokurorin për krime të rënda, që herët, që kur unë kam qenë shumë e re, jam marrë me krime të rënda, me krim të organizuar, me bandat armatosura, me grupet e strukturuara dhe me organizata kriminale. Veçanërisht përvoja 6 vjeçare mandej në prokurorinë e posaçme ka qenë thelbësore në thellimin e njohurive dhe aftësive të mia profesionale përmes hetimit të çështjeve me kompleksitet të lartë që lidhen me korrupsionin, krimin organizuar, pastrimin e produkteve e të tjerë. Sfidat e përballura ndër vite janë shndërruar në një përvojë të konsoliduar pune, duke më pajisur me qartësi profesionale, vendosmëri dhe aftësi të përshtatshme për të drejtuar me efikasitet në situata komplekse. Pavarësisht vështirësive që shpesh shoqërojnë hetimet që ne kemi pasur, qoftë te krimet e rënda, qoftë në prokurorinë e posaçme, kam vijuar me këmbgulje të kryej detyrat e mia dhe t'i çoj ato deri në fund, pa u stepur në asnjë moment, duke kontribuar me rezultate konkrete në sistemin e drejtësisë. Përvoja 21 vjeçare si prokurore në fakt është materializuar në një kapital profesional të konsoliduar, që më vendos në një pozitë optimale për të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme, për të forcuar dhe çuar më tej një qasje realiste, të guximshme dhe të bazuar në përvojë. Drejtimi i këtij institucioni në këndvështrimin tim kërkon më shumë se sa një vizion. Kërkon një njohje në rrënjë të sistemit, aftësi për vendimarrje të shpejtë dhe të sigurt, si dhe përvojën praktike për të vendosur me vendosmëri. Në lidhje me eksperiencën në ndjekjen e çështjeve sensitive të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fakt, së bashku me shprehjen e interesit, unë ju kam vënë në dispozicion të gjitha dosjet e mia të hetuara dhe të përfaqësuara në gjykim, të cilat dëshmojnë pikërisht për këtë kriter. Gjithsesi, në mënyrë të përmbledhur nuk do të hapem shumë sepse ju i keni ato përpara. Me grup vepra më shumë do të ndalem, kam pasur çështje të trafikut të narkotikëve. Pra qysh në vitin 2004, pjesa më e madhe e çështjeve të hetuara prej meje kanë qenë e kësaj kategorie. Mund të përmend një çështje të vitit 104 vitit 2005, e cila ka qenë shumë sensitive. Po, e drejtë. Pra mund të përmend një çështje të vitit 104 të vitit 2005 për trafik të narkotikëve në kuadër të organizatës kriminale, e cila ka qenë një çështje mjaft sensitive për kohën. Një çështje tjetër 147 e vitit 2015, ku për herë të parë u evidentua një rast i trafikut ajror të lëndëve narkotike, ku si rezultati një pune hetimore intensive u identifikuan, u akuzuan dhe u dërguan për gjykim 7 persona, midis cilëve dhe një oficer policie gjyqësore që ndihmonte grupin, të cilët në përfundim u dënuan me vendim të formës prerë sipas akuzave të atribuara nga prokurori. Dhe një numër të tjerë çështjesh të trafikimit të cilat ua kam vënë në dispozicion, po nuk do ndalem, të cilët karakterizohen nga numri i madh i personave dhe trafiku ndërkombëtar pra me element transnacional. Hetimet në fushën e trafikimit të narkotikëve janë zhvilluar në shumicën e më të madhe të tyre përmes metodave proaktive të hetimit, të cilat janë iniciuar mbi bazën e informacioneve referuese dhe operative të verifikuara. Si rezultat i përdorimit të këtyre metodave janë identifikuar, hetuar dhe dërguar për gjykim të gjithë personat e përfshirë në rastet e trafikut të narkotikëve, të cilët më pas janë dënuar me vendime përfundimtare të formës prerë me masa relativisht të larta dënimi. Këto hetime të karakterit ndërkombëtar në fushën e narkotikëve kanë forcuar dhe konsoliduar aftësinë time profesionale për të menaxhuar çështje komplekse dhe për të arritur rezultate konkrete në një nga segmentet më sfiduese të krimit të organizuar. Në fakt, lufta kundër trafikut të narkotikëve sot është bërë një prioritet global e në këtë këndvështrim kërkon një bashkëpunim të gjerë ndër institucional dhe ndërkombëtar, si dhe qasjet avancuara hetimore të cilat unë kam pasur mundësinë t'i aplikoj qysh në fillim të karrierës sime. Një grup tjetër të veprash penale të hetuara prej meje është trafikimi i qenieve njerëzore. Kam treguar një përkushtim të veçantë në hetimin e këtyre lloj veprave penale
për vetë natyrën që ato kanë, të cilat cënojnë nderin dhe dinjitetin e një qenie njerëzore të viktimës në rastin konkret. Kam veçuar të shkëpus dy raste, rasti 113/2017, një rast tipik trafikimi me 2 viktima dhe procedimi 2 vitit 2010 po ashtu me 2 viktima, ku karakteristike këtyre procedimeve ka qenë se kam bashkëpunuar ngushtë me autoritetet franceze dhe italiane, pasi viktimat shpesh shfrytëzoheshin jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Kjo përvojë në trafikimin e qenieve njerëzore ka forcuar aftësinë time për të menaxhuar hetimet të ndërlikuara dhe me ndjeshmëri të lartë, si dhe besimin për të drejtuar me profesionalizëm dhe integritet procese të tjera komplekse në mbrojtje të interesit të ligjit dhe të sundimit të tij. Një grup tjetër veprash penale të hetuar kanë qenë çështjet e vrasjeve. Kam patur në hetim një numër të konsiderueshëm vrasjesh, qoftë të krimet të rënda dhe qoftë në prokurorinë e posaçme. Vrasjet kanë qenë për motive të ndryshme, vrasje për motive familjare, vrasje për shkak të cilësive të veçanta të viktimës, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vrasje për interes, për hakmarrje apo për gjakmarrje. Unë i kam paraqitur këto raste pranë jush dhe nuk mendoj që të ndalem, është procedimi penal 79/2011 për vrasje ndaj një funksionari të forcave operacionale të policisë, po ashtu është procedimi 130 dhe 129 vrasje për gjakmarrje, të cilat kanë qenë në fakt çështje shumë sensitive për atë kohë. Pas vitit 2014 dhe ndryshimeve ligjore që pësuan lëndën e prokurorisë për krime të rënda, kam pasur mundësi të hetoj dhe të përfaqësoj në gjykim çështje penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv të funksionarëve të drejtësisë parashikuar nga neni 319 dhe 319 i kodit penal. Konkretisht mund të përmend procedimi penal 359 i vitit 2016 ndaj 6 të pandeurve, ku njëri nga të pandeurët ka qenë një ish gjyqtar i akuzuar dhe i dënuar me vendim të formës prerë për veprën penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve. Po ashtu mund të përmend procedimin penal 135 i vitit 2016, po ashtu ndaj një ish gjyqtari i akuzuar dhe i dënuar me vendim të formës prerë për veprën penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve. Procedimi penal numër 8 i vitit 2019, ndaj 3 pandeurve, ku një nga të pandeurët ka qenë një ish prokuror, po ashtu i akuzuar dhe i dënuar me vendim të formës prerë për veprën penale të korrupsionit pasiv të prokurorëve. Në fakt, për të thënë vërtetën, hetimi çështjeve penale që përfshin funksionarët të sistemit të drejtësisë tregon një besueshmëri profesionale. Dëshmon për menaxhimin e çështjeve të ndjeshme dhe angazhim të palëkundur ndaj parimit të barazisë përpara ligjit. Po ashtu dëshmon balancën mbi vendosmërinë në hetim dhe ndjeshmërinë që kërkon trajtimi i rasteve të tilla, të cilat prekin vetë sistemin e drejtësisë. Këto çështje reflektojnë bindjen profesionale se asnjë funksionar publik, pavarësisht detyrës apo statusit të tyre, nuk qëndron mbi ligjin dhe se zbatimi barabartë i ligjit është themeli mbi cilin ndërtohet procesi i rregullt ligjor dhe shteti i së drejtës. Për të kaluar tek prokuroria e posaçme, kam hetuar një sër çështjesh veçanërisht sensitive dhe me kompleksitet të lartë, ku ndërmjet spikaturat shkurtimisht nuk do zgjatem shumë. Procedimi penal numër 209 i vitit 2020, i cili ka qenë për vrasje me paramendim për hakmarrje dhe vrasje në rrethana të tjera të cilësuese të kryera në bashkëpunim të posaçëm, ato të grupit të strukturuar kriminal ndaj 3 të pandeurve, të cilët janë dënuar me vendim të formës prerë me burgim të përjetshëm. Çështja penale numër 150 e vitit 2021 dhe 148 e vitit 2022, ku në të dy këto çështje në fakt janë lidhur marrëveshje bashkëpunimi me bashkëpunëtorë të drejtësisë, të cilët kanë qenë një armë shumë e fortë për zbardhjen e gjithë veprimtarisë kriminale dhe të identifikimit të gjithë personave të përfshirë në këto ngjarje kriminale. Çështja penale numër 19 e vitit 2022 për veprën penale të sigurimit kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje kryer në bashkëpunim posaçëm ato të grupit të strukturuar kriminal, ku veçantia e kësaj çështje është se është kryer në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet hollandeze, kryesisht me prokurorinë Limburg në Holland, me të cilën ne kemi shkëmbyer akte hetimore prova në kohë reale.
këto çështje në fakt janë të përfunduara të gjitha me vendim të formës prerë, të cilat kanë konfirmuar akuzat e ngritura nga prokurori. Madje në çështjen e parë që unë përmenda 209/2020 ku panderurit janë dënuar me burgim të përjetshëm, edhe pas një ndryshimi, një pushimi të pjetshëm të një akuze nga gjykata e posaçme e shkallës parë, pas ankimit të prokurorit, apeli vendosi sipas akuzave të atribuara nga prokurori. Një tjetër çështje shumë sensitive është procedimi penal numër 75/2022 me 32 të pandehur, ku në këtë rast janë lidhur 3 marrëveshje bashkëpunimi me 3 bashkëpunëtorë drejtësie. Në këtë çështje si rezultat i të dhënave të përftuara nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, të cilat sigurisht janë harmonizuar me gjitha provat e tjera të grumbulluara nga ana jon që në fazën më të hershme, sepse sigurisht që të bësh një bashkëpunëtor drejtësie duhet fillimisht të verifikosh ato thënjet e tij, që ti të bindesh që ai po tregon pa rezerva dhe të japësh pastaj statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Kështu që në këtë kontekst, këto deklarime të marra nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, po sigurisht harmonizuara dhe me provat e tjera të grumbulluara gjatë hetimit, bën që të zbuloheshin një sër ngjarjesh të rënda kriminale, si vrasje, vjedhje me armë, sigurim të kushteve dhe mjete materiale për të kryer vrasje dhe korrupsion pasiv në radhët e zyrtarëve publik. Ishin një sër çështjesh të cilat janë bashkuar dhe ishin pezulluar ndërkohë ndër prokuroritë e jurisdiksioneve të veçanta, të cilat më pas u bashkuan me procedimin MAM 75/2022. Unë them që kjo është një ndër çështjet më komplekse të prokurorisë së posaçme, se brenda një çështje janë disa ngjarje kriminale, të cilat e bëjnë shumë komplekse dhe të vështirë hetimin e kësaj çështje penale. Çështja penale numër 82 e vitit 2021 për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tender, që ka qenë ndaj një ish-kryetar bashkie dhe bashkëpunëtorëve të tij, e cila po ashtu ka përfunduar me vendim të formës së prerë. Procedimi penal 60 i vitit 2024 për veprën penale korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, i cili tashmë është në fazën e gjykimit. Së fundi, unë në fakt nuk e kam paraqitur në platformë për shkak se çështja ishte ende e padërguar në gjykim dhe konsideroj fazë hetimi paraprak, është procedimi penal 75 fraksion 9 i vitit 2022 me 33 të pandehur, i cili është dërguar në gjykatë dhe që ka të bëjë me veprat penale të vrasjes me pagesë, pastrim të produkteve të veprës penale, sigurim të kushteve dhe mjete materiale për të kryer vrasje, të kryera këto në bashkëpunim të posaçëm në formën më të lartë të bashkëpunimit atë të organizatës kriminale. Pra deri më sot, ky është rasti i parë që ka shkuar për gjykim për organizatë kriminale dhe po ashtu njërisi në kuadër të këtij procedimi është se është proceduar me sekuestrimin e kriptomonedhave në vlerën $10 milion, të cilat në fakt ne patëm një problematik se si t'i ruanim sepse nuk ishim një portofol, po arritëm që fal bashkëpunimit me autoritetet e huaja, t'i ruanim në një shtet tjetër nëpërmjet kërkesës për ndihmë juridike. Në çështjet e hetuara në prokurorinë e posaçme, kam demonstruar përdorimin e metodave proaktive të hetimit, përfshirë, përgjime, vëzhgime, përdorimin e agjendëve në mbulim, të cilët kanë... E di, po e kam... E di, kërkoj shumë djes, po më thuaj sepse... Po. Po. Je i shpejtë. Jo, nuk e kam për këtu, po e kam në... Jo, vendës në të këtë se më në të shpejtë. Është problem, po? Pa e di. Kur lexojmë konkluzionet përfundimtare, na duhet ndonjëherë të nxitojmë edhe... Po. Na thonë shpejtoni edhe... Jo, në gjykim. Në gjykim? Po. Atëhere, në këtë çështje kam demonstruar përdorimin e metodave proaktive të hetimit, përfshirë përgjime, vëzhgime, përdorim të agjendëve në mbulim, të cilët kanë rezultuar jashtëzakonisht efikas në dokumentimin e veprimtarisë kriminale dhe njëkohësisht identifikimin e gjithë personave të përfshirë në këto rrjete kriminale. Paralelisht me hetimet penale, po ashtu kam zbatuar me sukses dispozitat e ligjit 1092, datë 3/12/2009,
për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, korrupsionit, trafikimit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, apo siç ne e quajmë ndryshe ligji antimafia. Janë kryer në këtë raste veprime hetimore për identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve me origjinë kriminale. Mund të përmend në këtë kuadër që vetëm në një rast është arritur të sekuestrohet dhe të konfiskohet vlera prej 3.4 milion euro dhe po ashtu në rastin që unë përmenda më sipër në procedimin 75 fraksion 9 janë sekuestruar kriptomoneda në vlerën 10 milion dollar. Po ashtu në kuadër të proceseve penale janë kryer paralelisht dhe hetime pasurore dhe në kuadër të procedimit 75 që unë kam depozituar pranë jush, janë njësër kërkesash për konfiskim në kuadër të ligjit antimafia të dërguar në gjykim për konfiskimin e pasurive të subjektëve të proceduar në kuadër të procesit penal. Në lidhje me eksperiencën dhe aftësinë për të drejtuar një strukturë, çdo prokuror që merr përsipër një çështje penale është në vetvete lider i procesit hetimor. Fakt, ky rol përfshin hartimin e një plani të strukturuar, ndarjen e detyrave, orientimin e burimeve njerëzore dhe drejtimin e hetimit në mënyrën më efikase, duke shmangur pistat që çojnë në shpenzim të panevojshëm të kohës dhe të burimeve njerëzore. Pra është prokurori ai i cili drejton dhe i fokuson që duhet heqin në një drejtim të caktuar, sepse shpesh mund të ndodhë që hetuesit të hapen në shumë drejtime, por ti duhet kuptosh që cili drejtim të çon drejt atij funksioni dhe drejt atij qëllimi që ti je duke hetuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme roli i prokurorit që të drejtojë skuadrën hetimore që ai ka në dispozicion. Në këtë kuadër, prokurori udhëheq oficerët e policisë gjyqësore, hetuesit, specialistët e përfshirë në hetim, duke i bërë ata pjesë të një procesi të koordinuar, të disiplinuar dhe të fokusuar në rezultate konkrete dhe eficiente. Këto aftësi udhëheqëse janë reflektuar plotësisht edhe në përvojën time ndërkombëtare, si drejtuese e 6 skuadrave të përbashkëta hetimore Joint Investigation Teams, ku kam përfaqësuar palën shqiptare. Drejtimi i një skuadre të tillë kërkon qartësi strategjike, planifikim të detajuar, si dhe aftësi për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar, sigurisht duke respektuar standardet procedurale ligjore të dy sistemeve të autoriteteve bashkëpunuese. Po ashtu njohja dhe përdorimi i 3 gjuhëve të huaja, anglisht, frëngjisht dhe italisht, më ka mundësuar komunikim të drejtë për drejtë me autoritetet e huaja në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, sidomos në rastet kur ke për të bashkëvepruar dhe për të kryer veprime në terren, të cilat kërkojnë komunikime menjëhershme, të cilat duhet t'i vendosësh së bashku me drejtuesin e skuadrës tjetër. Ky dimension i drejtimit, si në nivel kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar, dëshmon se prokurori nuk është thjesht një zbatues i ligjit, por ai është një lider strategjik që udhëheq një proces kompleks, ku bashkohet vizioni, koordinimi, fryma e ekipit dhe përgjegjësia për rezultatet. Këto përvoja që citova më sipër më kanë pajisur me aftësi të qarta drejtuese, vendimarrje të balancuar dhe përgjegjësi të plotë në çështjet me dimension ndërkombëtar, duke siguruar rezultate konkrete në hetimin e çështjeve me karakter transnacional. Në lidhje me eksperiencën në hartimin dhe miratimin e rregullave administrative. Përvoja ime shumëvjeçare në zbatimin e ligjit dhe në drejtimin e procedurave hetimore më ka pajisur me aftësitë e nevojshme për të kontribuar në përgatitjen dhe miratimin e akteve të brendshme që rregullojnë funksionimin institucional dhe standardizimin e procedurave hetimore. Kam qenë bashkëautore dhe kontribuese në botimin e UNODC-s të punimit zhbllokimi i pandëshkueshmërisë së trafikantëve dhe mbështetja e drejtësisë për viktimat. Analizë e rasteve të trafikimit të personave në Republikën e Shqipërisë botuar në prill të vitit 2022. Ky publikim ofron një analizë të detajuar të praktikës gjyqësore shqiptare dhe rekomandime konkrete për mënyrën më efektive të trajtimit të rasteve të trafikimit, duke shërbyer njëkohësisht si një udhërrëfyes për gjyqtarët dhe prokurorët në këtë fushë. Gjithashtu, kam kontribuar si eksperte pranë OSBE-s në zhvillimin e një metodologjie trajnimi simulues mbi identifikimin, referimin dhe mbrojtjen të rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore.
Kam qenë po ashtu e angazhuar si eksperte dhe lehtësuese pranë shkollës së magjistraturës në kuadër të programit të trajnimit vazhdues të magjistratëve, duke ndarë përvojën time dhe duke kontribuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale të sistemit. Këto përvoja dëshmojnë se angazhimi im profesional nuk është kufizuar vetëm në hetimin e çështjeve penale, por gjithashtu është zgjeruar drejt përmirësimit të standardeve ligjore, metodologjike dhe institucionale, duke kontribuar në këtë mënyrë në forcimin e kapaciteteve institucionale, në rritjen e transparencës dhe përmirësimin e cilësisë së hetimeve. Në lidhje me eksperiencën për çështje të cilat kanë marrë vëmendje të lartë publike dhe ndërveprime media. Gjatë ushtrimit të detyrës si prokurore, kam hetuar çështje me ndjeshmëri dhe vëmendje të lartë publike, ku media ka luajtur një rol të rëndësishëm në pasqyrimin e zhvillimeve hetimore dhe gjyqësore. Në përputhje me rregullat që rregullojnë komunikimin institucional, në prokurorinë e posaçme funksionon koordinatori për marrëdhënien me media. Në cilësinë e prokurores së çështjes, kam përgatitur dhe përcjell për informim të dhënat për ecurinë e hetimeve dhe rezultatet e arritura, gjithmonë duke respektuar kufitë e sekretit hetimor dhe integritetin e procesit penal. Ndër çështjet që ka marrë vëmendje të veçantë publike dhe mediatike, veçanërisht për shkak të peshës tyre kriminale dhe ndjeshmërisë shoqërore, përfshihen procedimi penal 75/2022 me 32 të pandehur. Në këtë rast është zhvilluar gjithashtu dhe një konferencë për shtyp, ku kam qenë dhe unë e pranishme dhe jemi përgjigjur pyetjeve dhe interesimit të mediave rreth kësaj ngjarje e cila ngjalli një interes shumë të madh në opinion dhe në media. Po ashtu është procedimi 75 fraksion 9 me 33 pandehur, ku siç e përmenda është dërguar në gjykim për organizatë kriminale dhe kjo çështje ka tërhequr një interes të konsiderueshëm të medias dhe të opinionit publik. Këto raste që citova përbëjnë shembuj të qartë të menaxhimit të suksesshëm të marrëdhënies midis sekretit hetimor dhe të drejtës për informim, sigurisht duke ruajtur integritetin e procesit dhe besueshmërinë e institucionit. Në ushtrimin e funksionit si drejtues i prokurorisë së posaçme, e konsideroj thelbësore ndërtimin e një marrëdhënie transparente dhe profesionale me median, duke e parë atë si një partner strategjik në forcimin e besimit të publikut tek drejtësia. Komunikimi institucional me median duhet të mbështetet në parimet kushtetuese të informimit të drejtë, proporcional dhe të verifikuar, pa cënuar sekretin hetimor, të drejtat e palëve dhe reputacionin e institucionit. Sa i takon aftësive në drejtimin efektiv të burimeve njerëzore. Në ushtrimin e detyrës kam treguar aftësi të qarta drejtuese dhe vendosmëri në menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore përmes komunikimit të vazhdueshëm dhe bashkëveprim me hetuesit, oficerët e policisë gjyqësore, specialistët e përfshirë në hetim. Në çdo rast kam siguruar ndarje të qartë të detyrave, mbikëqyrje të rregullt dhe garantim të ligjshmërisë së çdo veprimi procedurial të cilën unë e kam me shumë merak, duke ndërtuar një mjedis pune bashkëpunues dhe të disiplinuar. Këto aftësi organizuese janë reflektuar gjithashtu dhe gjatë drejtimit të skuadrave të përbashkëta hetimore, ku kam pasur përgjegjësinë për të harmonizuar metodologjinë e punës, për të siguruar ndarje të qartë të detyrës, për të ruajtur komunikim të vazhdueshëm mes autoriteteve bashkëpunuese dhe për të rritur njëkohësisht një besim reciprok. Sepse kur bashkëpunon me një autoritet huaj, është shumë e domosdoshme që të vendoset njërin radh parë besimi. Nëse vendoset besimi, pastaj ti mund të shkëmbesh informacione pa rezerva. Aftësia për të ndërtuar frymë bashkëpunimi dhe besimi mes anëtarëve të ekipit është për mua një garanci reale për drejtimin e suksesshëm të çfarëdo lloji strukture, aq më tepër të prokurorisë së posaçme. Nëse më besohet detyra e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, vizioni im për menaxhimin e burimeve njerëzore do të fokusohet në drejtimin efektiv, motivues dhe transparent të çdo anëtari të strukturës, me qëllim rritjen e performancës dhe forcimin e kulturës institucionale. Vlerësimi i drejtë i performancës, mbështetja e zhvillimit profesional dhe garantimi i pavarësisë në vendimarrje do të jenë prioritetet kryesore të drejtimit. Në lidhje me vizionin ose planin e besueshëm për organizimin e prokurorisë së posaçme si një institucion funksional dhe efektiv.
Jam plotësisht e vetëdijshme në fakt për rëndësinë që ka drejtimi i prokurorisë së posaçme. Për këtë arsye, pavarësisht kompetencave të përcaktuara proceduralisht për drejtuesin, mbetet thelbësore fryma dhe metodologjia që ai përcjell dhe zbaton gjatë ushtrimit të funksionit drejtues. Vlerësoj shumë punën e palodhur të gjithë prokurorëve, hetuesve, oficerëve të policisë gjyqësore, specialistëve të përfshirë në bashkëpunim, si dhe bashkëpunimin me policinë e shtetit, partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar. Vlerësoj të domosdoshme të punohet për ta përmirësuar më tej drejtimin e prokurorisë së posaçme. Në thelb të vizionit tim qëndron fryma e ekipit, sepse është më së e qartë se asnjë individ, sado i përkushtuar të jetë, nuk mund t'i arrijë rezultatet i vetëm, por ato janë produkt i bashkëpunimit të ngushtë mes prokurorëve, hetuesve, oficerëve të policisë gjyqësore, institucioneve të tjera ligjzbatuese dhe partnerëve ndërkombëtar. Vizioni im mbështetet në disa shtylla kryesore. Transparenca dhe llogaridhënia. Deri më tani, prokuroria e posaçme ka treguar një nivel të lartë transparence dhe llogaridhënie ndaj publikut dhe institucioneve partnere, duke ndërtuar besueshmëri përmes profesionalizmit dhe rezultateve konkrete. Synimi im është që këto standarde jo vetëm të ruhen, por të forcohen më tej përmes mekanizmave të qartë dhe të matshëm, duke rritur komunikimin me publikun dhe institucionet e tjera për të ndërtuar besim të qëndrueshëm tek drejtësia. Transparenca dhe llogaridhënia janë në fakt dy koncepte që në vlerësimin tim plotësojnë njëra tjetrën. Transparenca e bën llogaridhënien të dukshme, ndërsa llogaridhënia e bën transparencën të besueshme. Përmes kësaj qasje, do të garantohet një komunikim institucional i saktë, i hapur, i përgjegjshëm me publikun, duke respektuar gjithmonë kufijtë e sekretit hetimor dhe njëkohësisht duke forcuar integritetin dhe imazhin e prokurorisë posaçme si një institucion që vepron në bazë dhe për zbatim të kushtetutës dhe të ligjit. Një tjetër moment që unë do t'i kushtoj rëndësi të veçantë e kam parashtruar në vizionin tim është cilësia dhe shpejtësia e hetimeve. Janë faktor vendimtar për suksesin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ato pasqyrojnë profesionalizmin e prokurorëve, përdorimin e teknikave bashkëkohore të hetimit dhe bashkëpunimin efektiv me partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar. Për të garantuar një rritje të qëndrueshme të cilësisë, është thelbësor organizimi i takimeve periodike me trupën e prokurorëve për të evidentuar problematikat e ndryshme të dala gjatë praktikës, gjatë zhvillimeve gjyqësore apo hetimore, dhe njëkohësisht ofrimin e zgjidhjeve të duhura. Po aq e rëndësishme është edhe motivimi i prokurorëve për të përshpejtuar hetimet dhe për të reduktuar afatet e paraburgimit, sepse në këtë mënyrë do të mund të rritet efektiviteti i ndjekjes penale. Menaxhimi i burimeve njerëzore mbetet një nga sfidat kryesore të prokurorisë së posaçme, sepse aktualisht ngarkesa e prokurorëve të posaçëm është relativisht e lartë, edhe për shkak të kompleksitetit të çështjeve. Në këtë drejtim, përdorimi sa më efikas i burimeve njerëzore, mendoj që është një domosdoshmëri. Prioritet do të ketë ndarja e qartë e përgjegjësive, motivimi i ekipit, zhvillimi i vazhdueshëm profesional i prokurorëve, oficerëve, hetuesve të BK-s, përmes trajnimeve të specializuara dhe shkëmbimeve të përvojës. Po ashtu, do të synohet një shpërndarje e drejtë dhe e balancuar e dosjeve ndërmjet prokurorëve, duke marrë parasysh jo vetëm dosjet që ata kanë në hetim, por njëkohësisht dhe numrin e çështjeve që ato përfaqësojnë në gjykim. Kjo në këndvështrimin sepse në prokurorinë e posaçme ka një, sidomos krimi organizuar, ka çështje të cilat shkojnë pothuajse 100% me gjykim normal. Dhe çështjet e krimit të organizuar që shkojnë me gjykimin normal, i bie që gjatë gjithë javës një prokuror që ka të paktën 2 çështje, të cilat shkojnë me gjykim normal, ai ishte i angazhuar pothuajse gjithkohës vetëm në gjykim. Dhe nuk i ngelet koha për të bërë hetimin dhe për të ndjekur, të bërë liderin e hetimit. Në këtë këndvështrim mendoj që duhet parë dhe kjo pikë për të parë çështjet që janë në gjykim, ngarkesën e gjykimit, qofshin këto penale apo pasurore, krahas atyre të hetimit që të bëhet një balancim dhe një ndarje e drejtë e ngarkesës midis prokurorëve. Kjo qasje mendoj që do të ndihmojë në shmangjen e mbingarkesës, në rritjen e efikasitetit dhe në përmirësinë e cilësisë së hetimeve dhe të përfaqësimit në gjykim.
Njëkohësisht, do të ndërmerren masa konkrete për forcimin e kontrollit të prokurorëve mbi punën e oficerëve të policisë gjyqësore dhe hetuesve përmes vendosjes të standardeve të qarta të llogaridhënies dhe të vlerësimit të performancës. Sigurisht që mendoj kjo do të garantojë rritjen e efektivitetit të hetimeve, përmirësimin e cilësisë së produktit hetimor dhe forcimin e besueshmërisë së publikut ndaj institucionit në tërësi. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar. Prokuroria e posaçme do të vijojë dhe do të thellojë bashkëpunimin ndërinstitucional dhe ndërkombëtar duke forcuar protokollet e përbashkëta të punës, duke rritur shkëmbimet e informacionit dhe duke përdorur më gjerë ekipet e përbashkëta hetimore. Përmes trajnimeve të ndërsjella, teknologjisë moderne të komunikimit dhe mekanizmave të vlerësimit të efektivitetit, ky bashkëpunim do të përmirësohet vazhdimisht, duke garantuar hetime cilësore dhe duke afrimuar pozitën e prokurorisë së posaçme si një aktor i besueshëm dhe aktiv në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Një tjetër pikë e rëndësishme mendoj që është rritja e numrit të procedimeve të nisura kryesisht. Është një nga elementet më vendimtar për garantimin e efektivitetit të prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shtimi i numrit të hetimeve të nisura kryesisht. Hetimet proaktive e bëjnë institucionin më pak të varur nga kazimet e subjekteve të interesuar, duke kthyer atë në një aktor aktiv që parandalon dhe godet veprimtarinë kriminale që në fazat e hershme. Për të arritur këtë objektiv, në bashkëpunim të ngushtë me drejtorin e Byros Kombëtare të Hetimit, mendoj të ndërmerren hapa për krijimin e një sistemi të posaçëm të analizës dhe të vlerësimit të riskut, i cili do të shërbejë për mbledhjen, analizimin dhe sintetizimin e të dhënave që vijnë nga agjencitë e tjera ligjbatuese, si dhe nga hetimet dhe rezultatet e vetë strukturës. Ky sistem do të ketë për qëllim identifikimin në kohë të fenomeneve me potencial kriminal, si dhe reduktimin e rrezikeve për sigurinë publike dhe ekonomike. Po ashtu ky mekanizëm, përveç se rrit efikasitetin e hetimeve, përbën edhe një hap konkret në përmbushjen e kërkesave të VKM-s numër 736/2023 për miratimin e udhërrëfyesit për shtetin e së drejtës, si dhe në përgjigje të rekomandimeve të partnerëve ndërkombëtar për forcimin e kapaciteteve analitike dhe parandaluese të SPAK-ut. Me qëllim përmirësimin e efikasitetit dhe realizimin në mënyrë të plotë të hetimeve proaktive, është e domosdoshme vënia në funksion e seksionit të përgjimit parandalues, të ngritur pranë Byros Kombëtare të Hetimit, në zbatim të ligjit 96/2017 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9157/4/2003 për përgjimin e komunikimeve elektronike. Ky seksion aktualisht nuk është ende funksional për shkak të mungesës së infrastrukturës nevojshme teknike dhe fizike. Me përfundimin e ndërtimit të godinës së re të Byros Kombëtare të Hetimit,